Prokuroria e posaçme SPA ka zbardhur pas 5 vitesh rrëmbimin dhe vrasjen e të riut Klevis Leshi, i cili u zhduk në vitin 2020 dhe u gjeti groposur pas 2 vitesh në një fshat të Kurbinit. SPA thot se vrasja e Klevis Leshi dyshohet se është porositur nga Aurel Hoxha në shenjë hakmarrje për vrasjen e vëllait të tij, Agim Hoxhës, në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Klevis Leshi është djali i xhaxhait të Arben Leshi, ky i fundit autor i vrasjes së Agim Hoxhës. Për vrasjen e Klevis Leshit, me urdhër të SPA është arrestuar Saban Uzi, në Shqipëri është arrestuar dhe Samet Loka, ndërsa në Itali është kapur Sajmir Kolaveri, në kërkim nga policia është Aurelinho Kalaveri, i njohur edhe si Aurel Hoxha. Ky i fundit sipas SPA është drejtuesi i grupit të strukturuar kriminal që merrej me vrasjet me pagesë, trafikimin e lëndëve narkotike si dhe pastrimin e parave që përfitonin nga aktiviteti kriminal. Vrasja e Klevis Leshit u zbardh nga komunikimet në Sky ECC, ku sipas SPA kanë arritur të provojnë se Aurel Hoxha, i njohur edhe si Aurelinho Kolaveri, organizoi rrëmbimin e tij për t'u hakmarrë për vrasjen e të vëllait Agim Hoxha. Por si ndodhi saga e hakmarrjes ndaj fisit Leshi nga familja Hoxha? Gjithçka ka nisur në Britaninë e Madhe. Rreth viteve 2010-2011, Agim Hoxha ka marrë në Angli Arben Leshin, ku të dy janë marrë me trafikun e drogës. Por miqësia e tyre u prish dhe Arben Leshi në vitin 2012 tentoi t'i merrte parat Agim Hoxhës, duke vrarë dhe më pas djegur edhe kufomën e tij. Pas kësaj ngjarje nisi saga e vrasjeve për hakmarrje dhe eliminimin në fisin Leshi në Mat. Në vitin 2012 u ekzekutua me armë zjarrit Xhavit Leshi, xhaxhai i Arben Leshit. Më pas në vitin 2017 u vra Hajredin Leshi në fshatin e lindjes në Burrel, i cili është vëllai i Xhavitit dhe xhaxhai tjetër i Arben Leshit. Ndërkohë në vitin 2017 u zhduk Artan Leshi, djali i Hajredinit, i cili nuk është gjendur as sot e kësaj dite. Të njëjtin fat pati edhe Klevis Leshi, i cili u zhduk në vitin 2020 dhe shtrat e tij u gjetën në pronën e dajave të Agim Hoxhës, personi që u vra në Angli nga Arben Leshi. Mbrëmjen e 14 maj të vitit 2017 në fshatin Rukaj, u vra Hajredin Leshi, vëllai i tretë që vritet nga familja Matjane. Por larja e hesapeve nuk u mbyll me kaq. Në vitin 2023 teksa Arben Leshi po vuante dënimin me burg për jetë në burgun e Peqinit, për vrasjen e ishmikut të tij Agim Hoxha u ekzekutua nga Stockholm Mjacaj. Ai u qellua me armë brenda në qeli dhe dyshohet se vrasja ka qenë vazhde kësaj hakmarrje.